Startues 4 ndryshime I ka bërë trajneri Ardit Gashi krahasim me një ndeshje që startoi kundër Hibernianit në ndeshjen e parë. Në portë është Lenars Namani, pastaj Eliot Uka, Venis Havolli, Erhad Vokri, Buron Stanovci, Les Berisha, kapiteni Beart Zhubi, Erjan Jashanica, Aldon Osmani, Erjan Fetahu dhe Omer Shala. Janë 5 futbollistë të ekipit senior të dy Paziti në Podjev ku zhvillohet ky duel. Hiberniani në anën tjetër ka bërë 2 ndryshime në formacion, dhuar gjithmonë futbollist për krejt Superligën e Kosovës, në përkombëtarën e Kosovës. Ka qenë ndihmës trajner të seniorët e Dykorikut disa vite, po ashtu ka drejtuar edhe Grup Moshën U17 të Dykorikut. Uka, kombinime të mira, ja rasti për Dykorikun tani. Shala Gjuan çfarë super goli nga Omer Shala, minuta e 2 e ndeshjes. Kjo është veç zhvillimi I mbari ekipit nga Prishtina që të bëj përmbysje në një rrugtim të gjatë që do t'jetë sot në Podjev. Por goli hershëm premton për një rikthim këtu. Të shohim. Shumë shpejt e vendosin topin në mesin e fushës për të rinisur lojën. Shikojnë edhe njerë këtë super gol I pari në këtë edicion në Youth League për Dykorikun nga Omer Shala. Nuk pati çfarë të bënte portieri Mellon. Këto është në rrezik tani Dykoriku. Nuk pati pozitë jashtëloje, por shikojnë ndërhyrjen fantastike. Vizje shumë e mirë, shojmë këtë goditje tani për jashtë portës nga Erjan Fetahu. Gjithçka bëri mirë, për goditje nuk arriti ta plasonte. Gjatë është pasimi, shikoni çfarë hapësire ka Cleland. Mundësi ideale jashtë portës Gjuan. Çfarë fati tani për Dykorikun, Jamie McMurdo. Në portën McMurdo. Berisha. Tjetër ndërhyrje e mirë e tij në mbrojtje Zhubi tani për Dykorikun. Arrin të kaloj perfekt Zhubi gjithnjë, ka të lirë në qendër aty. Por pasimi nuk ishte për Stanovcin. Edhe njerë në rast për shënim ai, por jashtë Gjuan. Vetëm korner do gjelë për Dykorikun. Stanovci për Shalën. McMurdo. Në penditarën më të rrezikshëm të Hibernianit. McMurdo argan dhe shënon Hiberniani. Por ka offside. Për fatin ton të mirë, goli anulohet. Edhe njerë, ky ishte momenti. Në pozicion jashtëloje ishte Nuk. Namani luan me Berishën. Në pasim tani ai. Cleland, McMurdo. Me këtë goditje super pritje e portierit Lenars Namani. Të që në ndeshjen e parë që Dykoriku në poshtë 4-0 në portë ishte Ismail Hasimi. Paraqitjen e parë ka me Dykoriku në Youth. Anën tjetër mbetet me 11 që në njëjtë trajneri Darren McGregor. 4-0 kujtojmë ndeshja e parë përfundoi për Hibernianin. Berisha me këtë top të gjatë gjen shumë mirë Zhubin. Rasti I mirë, goditja jashtë portës, tentoi Isa po inkuadruar I Arnis Rama. Mund të shënonim njëjtë sikur në pjesën e parë. Herët, minuta e 2 e pjesës së dytë po luhet. Topi devijuar Zhubi. Tani s'ka offside për numrin 7, Dean Cleland. Rrezikshëm po vjen Cleland, Gjuan mbi port.
Një mundësi ideale e shpërdoron dhe po na 16 vjeçar është Callum McDonald. Parkimi në qendër, goditja dhe një super pritje e Lenars Namonit. Njëri prej më të mirëve sot te Dyko Riko. Shikojeni refleksin. Super pritje me të vërtet. Erjan! Ardis! Leo! Vajta Raza! Goditje, pret për tjede Namoni, edhe këtë tentim. Po na sulmojnë tani skocezët në kërkim të golit që do të ishte i nokautit për ne. Në goditje ullet, topi përfundon jashtë. Davidson. Callum McDonald. Gjuan Uletaj. Ka nisur nga pak ta humbin shpresën për rikthim të, por duhet të provojmë deri në fund. Roma aty në rast, Jashanica po ashtu nuk arriti të gjuante. Maloko. Majtë kjo goditje por report nga Orion Fetao. Ka nisur të shpro. Maloko. Të në goditjen e devijuar, por e ndollë. Nuk bevaskur. McDonald. Kanë kaluar 4 minutat e shtesës. Fitojmë 1-0 sot, por eliminohemi fatkeqësisht.